Dhe tani është momenti që të jemi në lidhje direkte me ish futbollistin e kombëtarës së Kosovës dhe grupmoshave të Shqipërisë, David Domxhonin, i cili është pjesë e skuadrës izraelite Hapoel Jerusalem. David, faleminderit shumë që je me neve dhe dëgjues e Radio Dukagjinit sonte. Salve, nësi është e një, faleminderit për ftesën. Ku është Davidi aktualisht me lokacion? Për momentin jam në Jerusalemin perëndimor, në Izrael. Çish është gjendja aktualisht, David, në pjesën ku jeni ju? Po, për momentin, për këtë moment që po flasim, sot realisht ka qenë gjendja pak më e qetë. Nuk kemi pas vetëm një alarm, domethënë nga ora 11 të drekës 12, edhe gjatë ditës kemi qenë domethënë më qetë, kemi vazhduar normalisht. Nuk ka pas domethënë ndonjë sirenë ose ndonjë alarm tjetër. A mundesh të lutna në telefonin veç pak me rregullu me mujt me ta pa ftyrën komplet? Super. Okej. Qëtash është shumë më mirë. So ka qenë, pasi u përshkallëzu situata shumë shpejt, David, so ka qenë e vështirë për ty dhe familjen kjo periudhë? Po, realisht na zonë, si më thonë, pa përgatitur dhe diçka ndodhi shumë shpejt. Normalisht që nuk është një stad që dhe ja dëshiroj dikuj tjetër, po si që u përshkallëzua shpejt, besoj se tash që jemi 3 ditë, 4 ditë domethënë pas luftës, po besoj që tash po duket duke pas sot, po duket sigur është ka filluar të normalizu pak gjendja. Kur vjen koha e sulmeve për shembull, a keni njoftime, si njoftoheni, a njoftoni nga shteti apo çish merrni njoftimet për me u zhvendos në pozita më të sigurta? Po, këto që nga momenti kur kam hyrë për herë parë në Izrael, domethënë që kam firmuar kontratën me ekipin, sakses para 6-7 muaj, na kanë treguar klubi që duhet ta shkarkojmë një aplikacion, edhe tek ai aplikacioni sepse edhe gjatë kohës kur patallon kanë qenë disa alarme të vogla. Po, domethënë kjo aplikacioni këto është direkt i lidhur me si më thonë, me këtë sistem, me ushtrinë me gjitha, edhe lajmëron 10 minuta para se me fillu domethënë me gjuhën e zhurmë ose diçka me raketa, lajmëron 10 minuta para që thotë që duhet të futesh në një vend strehim. Për sa i përket vend strehimit, tek apartamenti ku ndodhem unë dhe shumë apartamente domethënë me aq sa kam pa unë gjitha, çdo shtëpi e ka një dhomë të fortifikuar, ose themi pompieri. Edhe vendosemi, futemi aty brenda domethënë me familjen edhe presim 10 minuta, pastaj vjen një njoftim tjetër domethënë nga po i njëjti aplikacion, edhe të tregon që domethënë diçka ka përfunduar dhe mundesh me dal jashtë dhe me vazhdu domethënë rrjedhën e ditës normalisht. A ka pas sulme afër qytetit juve ku jeni stacionuar që nga fillimi i kësaj periudhës luftës? Po, dje ka pas domethënë kemi ngjuar një zhurmë të madh domethënë gjatë ditës, ka qenë afër domethënë këtij vendit ku jam unë sepse nuk e dija i keni pa, Jerusalemi perëndimor ka qenë pak më i sulmuar domethënë se pjesë tjera. Po e kemi ngjuar një zhurmë domethënë ka qenë një raketë që ka rënë tokë dhe ka shkaktuar ca dëme domethënë janë disa të lënduar, me sa di 25 persona të lënduar. Po, e kemi ngjuar domethënë. Pastaj tjera domethënë kemi ngjuar zhurma që kanë ndodhur domethënë këto eksplodime, po gjitha domethënë në hapësirë. Nuk mund të them se kanë pasur diçka me sytë e mi, po kemi ngjuar zhurma, edhe nga jashtë na kanë treguar që janë domethënë nga këto kundër raketat e Izraelit domethënë që i kanë shkatruar raketat në ajër. Prej se është ndalë kampionati, a keni qenë kontakt me klubin, a keni marrë instruksione tjera, cilat janë procedura tash në vazhdim? Po, realisht klubi mu ka gjenë shumë afër domethënë këto momente, sepse edhe ata normalisht e kuptojnë se ku je huaj në një vend huaj dhe normalisht e kuptojnë situatën. Kemi qenë 24 orë domethënë jemi në kontakt me ta. Më kanë ofruar mbështetje, kanë vizituar disa herë dhe për çdo gjë domethënë kanë pyet çka ke nevojë, nëse ke nevojë, më kanë shkruar gjithë domethënë nëse ke nevojë marr dikush ose marr me shku tek shtëpiat e tyre. Po realisht e kam dhënë vetëm mjaft sigurt. Përsa i përket instruksionet që kam, besoj nesër më kanë siguruar që do nisemi me makinë domethënë rreth 5 orë deri në Egjipt. Nga Egjipti pastaj do fluturojmë në Athinë bashkë me familjen time. A do të qëndroni në Athinë apo keni destinacion tjetër? Jo, destinacioni është më kthy në Kosovë. Do të ktheheni në Kosovë.
Nga Athina kemi pa për bileta, për tasisht nuk kam mujt me gjetë bilete për Kosovë, po do zbarkoj në Tiranë. Në Tiranë, pastaj në Kosovë. Po. Fatkeqësisht kjo është lufta, do thotë shkatron gjithçka. Unë si një aventurë e mirë, besoj e jotë janë në Izrael. Çu ka qenë para se më ardhi te konflikti, përvoja në futbollin izraelit? Realisht janë di mjaft mirë, domethënë njerëz këtu ekipi, trajnerët, gjithë pa më parasysh më kanë prit mjaft mirë, ishin domethënë mjaft miqësor, jam adaptuar shumë shpejt edhe them drejtën shpresoj dhe besoj që gjithçka të përfundoj dhe kemi një paqe dhe gjithçka të kthehet normalitetit, sepse për pjesën e profesionale, për sa i përket futbollit, niveli këtu është shumë i mirë dhe jam di shumë mirë, edhe shpresoj që gjithçka të kthehet sa më shpejt në normalitet. Dhe të vazhdojmë rrjedhën e kampionatit. Sigurisht nuk mundemi pa të pyet edhe për planet. Tash me rikthimin në Kosovë, a do të mbetesh ende në kontakt me ekipin për të parë nëse ekziston mundësia e rikthimit, pasi e dim që ki kontratën një vjeçare nëse nuk gaboj me ekipin aktual. Jo, me ekipin e Izraelit, me ekipin e Apoel Jerusalemit kam edhe 1 vit e gjysmë plus me opsion edhe 1 vit tjetër. Okej. Them që do mbetemi në kontakt, pastaj do shohim se si shkojnë gjanat, nëse situata qetësohet, pse jo, pastaj të shohim, nëse kemi një garanti, domethënë që nuk do kemi më probleme, normalisht që jam domethënë në kontratë dhe jam detyruar që të kthehem, por nëse situata vazhdon edhe po ose përkeqësohet, normalisht që atëherë si të themi, domethënë siguria dhe gjitha e familjes është para futbollit. Absolutisht po. Po du me i largu pak prej kësaj temës luftës, po du me të pyet pak se nuk kemi pas mundësinë me të pas shumë shpesh, po du me ndal pak te kombëtarja Kosovës, pjesës së cilës ke qenë edhe ti, tregon pak çish është ndjenja me përfaqësu shtetin. 2021-ën e ke përjetuar edhe ti me fanellën e kombëtarës së Kosovës. Pa diskutim se çdo futbollist, domethënë që nga kur fillon hapet e parë futbollit e ka domethënë një ëndër, edhe ëndra ime domethënë gjithmonë ka qenë që të përfaqësoj shtetin tim, edhe normalisht që kur e vesh fanelën ndërdonë është një emocion që nuk përshkruhet, domethënë nuk ka lidhje fare me pjesën se si ndihesh kur lun në për ekip ose këto komplet emocion tjetër, është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Edhe mund të them domethënë që për mua ka qenë domethënë krenaria më e madhe që kam arritur domethënë në karrierën time deri tash si futbollist profesionist. Për ndryshe, curia kombëtarës Kosovës për periudhës kur je aktivizu ti deri më tash ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Kemi qenë në kualifikimet e kampionatit botror me një grup shumë të fortë. Po Kosova arriti me dalë në play-off. A e ke besu realisht që mundet Kosova me dalë në play-off nga ky grup shumë i vështirë ku ishte Suedia dhe Slovenia? Them drejtën domethënë duke po kualitetin pasi që kam qenë edhe brenda skuadrës, edhe duke po domethënë kualitetin që kemi në skuadër, un kam shumë besim tek ekipi edhe po ashtu edhe trajnerit që po bën një punë mjaft të mirë. Me thënë drejtën domethënë po ti shohësh si individ domethënë profesionistin tonë është shumë e fortë, mund ta krahasosh me mund të themi me çdo kombëtar tjetër pa problem. Një gjë që kam pa që tash e shoh se ekipi duket sikur është, nuk e di, janë më të komponuar, janë më të bashkuar për fryme shumë të mirë, edhe kam besim se në fund do ja dalim me sukses. Jemi të gjithë emocionum, të gjithë po presim të ndeshjet e marsit dhe shpresojmë që dalin rezultate sa më pozitive. So beson që mund të jetë e vështirë Slovakia në krahasim me kundërshtar që i pati kombëtarja Kosovës në grupet e botrorit? Pasi këtu besoj është stresi pak më i madh shkaku që luhet një ndeshje. Po vetë faktin që thellë ti, domethënë është një ndeshje, domethënë dihet rëndësia, pastaj edhe pjesa është pjesa që Kosova, domethënë ne domethënë djemoshët e Kosovës kanë mundësi që të bëjnë histori. Unë mendoj që duhet të futen këtë ndeshje pa presion dhe të japim maksimumin, sepse duke po ndeshjet që kanë zhvilluar deri tash, unë them që kam shumë besim domethënë personalisht, me aq sa i kam përfituar gjitha ndeshjet. Kam shumë besim që besoj që Slovakien do ta mposhin edhe do dalin faqe bardhë. A të merr malli për Prizrenin? Pa diskutim që po. Gjithmonë kur kam pushime, çdo herë domethënë që kam mundësi më ardh jam gjithmonë domethënë atje. Edhe ku më të madhe domethënë pushimeve kaloj në Kosovë, në Prizren, në Shqipëri. Normalisht nuk ka asnjë super vend jot. A më rrin me pa futbollin e Kosovës kur ke kohë të lira, ke qasje në ndeshjet e qoftë Superligës, qoftë Lirisë, qoftë?
Me thonë drejtë më shumë e ndjek përkatësisht klubin e Liris. Jam tërkuar edhe kam kontakte shumë mira dhe misi edhe me presidentin e klubit edhe jam gjithmonë rrjedh edhe shpresoj tash që edhe me trajnerin e ri që ka ardhur, shpresoj që të kenë rezultate sa më pozitive dhe i uroj që të rikthehen në Superligën e Kosovës, sepse për mendimin tim liria është një aset i futbollit kosovar dhe shpresoj që të kthehet aty në mesin e më të mirë. Gjatë karierës, David një prej futbollistëve që ke pas përvoja interesante të jashtëzakonshme në ligat ndryshme, në ekipet ndryshme, në shtetet ndryshme, sa të ka përmbush tani kur ndalesh e mendohesh si futbollist edhe sa të ka plotësu realisht kjo përvojë që ke pas deri tash? Po, realisht që nga mosha 16 vjeçare, domethënë kam dalë nga prezeri them dhe kam vazhduar si shkollimin, si gjithë kam vazhduar në Tiranë. Edhe që nga moshë të ndrejt jam largu, domethënë moshë të re nga prindrit, edhe kam bërë me vërtet kam shku në disa vende interesante, ku në çdo vend themi që përpos pjesës profesionale të futbollit kam mësu, domethënë ka formu më shumë edhe si person edhe si individ. Në çdo ekip ku kam luajtur, domethënë kam kujtime shumë të mira dhe për momentet mund ndihem shumë mirë me veten me aq sa kam arritur, sepse kemi dalë nga periudha kur kam filluar nga futbolli i Kosovës me deportu jashtë në ku nuk ka qenë sikur jam si tash. Edhe jam shumë krenar me veten edhe me thonë drejtën kudo që kam shku kam kaluar shumë mirë dhe kam eksperjenca mjaft mira. David, të falenderoj shumë për kohën, ka qenë shumë e rëndësishme edhe për dëgjues tonë edhe për neve me të pa dhe me dëgju për atë se si je atje dhe planet që i ke tash për me u rikthy aktualisht Kosovë. Uroj që përfundon lufta dhe kthehesh aktivitetit tënd te skuadra izraelite. Faleminderit shumë, dua t'ju falenderoj edhe juve dhe Radio Televizionin e Dugaqinit për interesimin dhe për gjitha dhe shpresoj që të shihemi në Kosovë. Edhe të përfundoj gjithçka dhe uroj që gjithçka të kthehet normalitetit dhe të ketë paqe jo vetëm këtu, po në komplet gjithë botën. Faleminderit shumë David, suksese. Faleminderit juve.